Jemi gati? Okej. Mirë, do të fillojmë me debatin e dytë, debatin e dy skuadrave të tjera që janë pjesë e kampionatit të UniDebate. Në rastin konkret do të kemi Universitetin e Tiranës, përfaqësuar nga Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Departamenti i Gjeografisë, për të qenë të saktë, dhe nga krahu tjetër do të kemi Universitetin e Elbasanit, në mos gaboj Fakulteti i Shkencave Edukuese, në mos gaboj? Po. Shumë mirë. Okej, e di që nuk kemi shumë audiencë në këto momente, po do doja vërtet një duar trokitje nga ata që janë, edhe pse jo nga skuadrat respektive. Besoj se me Jurin u njohëm në debatin e parë, ju ishit pjesë e audiencës, kështu që do të kalojmë këtë pjesë. Dua t'i falenderoj gjithsesi që janë pjesë e kampionatit me vlerësimet e tyre, dhe dua të falenderoj padyshim edhe ata që ju kanë mentoruar përgjatë këtyre muajve përgatitore, që janë mentorët tuaj, Zysh Sanien në këtë rast, nga Elbasani, dhe profesor Dritanin, i cili për angazhimet e tija nuk e pati të mundur të vijë. Okej. Dhe dua të falenderoj edhe Zysh Aidën, i them unë, se ajo ka bërë të mundur edhe përgatitjen tuaj për sa i përket trajnimit, por edhe një nga iniciatorët e saj e këtij kampionatit, themi që ne kemi dashur ta zhvillojmë. Mirë, do të fillojmë tani me përzgjedhjen e temës, kështu që do të ftoj një nga anëtarët e skuadrës histori filologjisë, këtu tek zarfet, të lutem këtu. Jo, këtu. Ke marrë 2? Ke mikrofonin aty, mund ta lexosh. Atëherë tema që do të trajtojmë është Po. përgjegjësia e konsumatorëve në të vërtetë. Sa mund të bëjmë ndryshimin? Pra, tema do të jetë përgjegjësia e konsumatorëve, sa mund të bëjmë ndryshimin. Tani do të bëjmë përzgjedhjen edhe për sa i takon qëndrimit që do të bëjnë dy skuadrat. Faleminderit. E tregojmë nga kamera. Kundër do të jetë Universiteti Aleksandër Xhuvani. Faleminderit. Po, patjetër. Dhe pro do të mbajë qëndrimin Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë. Okej. Mirë, faleminderit. Keni nga ky moment 7 minuta kohë përgatitore. Suksese.
Jemi gati. Do të filloj skuadra që mban qëndrimin pro dhe do të pasohet pastaj nga skuadra që mban qëndrimin kundër, duke respektuar normalisht edhe strukturën e debatit. Atëherë faleminderit për pjesëmarrjen të gjithë audiencës që jemi këtu në të sallë. Faleminderit edhe për pjesëmarrjen e Universitetit Aleksandër Xhovani, edhe të juris. Falenderoj. Atëherë unë jam Armando Turtulli, vi nga Universiteti i Tiranës, nga Departamenti i Gjeografisë, jam aktualisht në masa shkencor viti parë. Atëherë tema që kemi trajtuar është ti je konsumator i përgjegjshëm. Atëherë të gjithë e dimë që jemi konsumator i përgjegjshëm, do thotë të blesh në mënyrë të sigurt një produkt. Dhe ky produkt duhet të jetë mbi të gjitha në parimin e zhvillimit qëndrueshëm, që mbështetet mbi shtyllat e zhvillimit ekonomik, të zhvillimit të stabilitetit të qëndrueshëm të mjedisit dhe të përgjegjshmërisë sociale, pra dhe njerëzve të gjitha. Pra, ti je konsumator i përgjegjshëm do të jetë një konsumator i përgjegjshëm i të mira materiale, publike, private, mallra ndryshme, tive ndryshme, në çdo hapësirë sociogjeografike qoftë kjo. Ti je i vetëdijshëm për çka ble, ti je i sigurt në blerje, ti je i qartë dhe vetëdijshëm për produktin që konsumon. Por të gjitha janë konsumator në çdo hapësirë gjeografike. Njerëzit po konsumojnë edhe ne mund të themi që është hallka e fundit e zinxhirit konsumues, por mbi të gjitha ashtu siç mund të them, nëse un kam një letër, këtë letrën që përdor unë këtu tashni, jam unë përgjegjësi asaj se çfarë përdor. Dhe të gjithë e dimë se kush është përgjegjës mbi ato pastaj çfarë bëhen dëmet mjedisore të prerjes së druve, shpëllëzimeve, ndotjeve ndryshme etj. Pra ky është hyrja për të qenë më konciz dhe i qartë. Faleminderit. Unë jam Brunilda Shira, jam studente e vitit 2 bachelor nga Departamenti i Gjeografisë. U prezantuam edhe më parë, por gjithashtu përsëris. Ne si konsumator mendoj që ne kemi arritur atë të drejtën e lirisë dhe jemi sot në një vend demokratik ku liria e zgjedhjeve, ku ne sot kemi shumëllëshmëri produktesh të ndryshmeve, ku kjo na bën një konsumator na bën që ne të jemi një konsumator më i zgjuar, të jemi më konqiz nga ato çfarë arrin të zgjedhin. Duke qenë se sot në treg kemi një shumëllëshmëri produktesh, kemi një shumëllëshmëri gjërash të ndryshme, ne si konsumator, duke ndikuar edhe nga përfaqësi të ndryshme siç janë korporatat ose kompanitë ndryshme, ne mendojmë që të jesh një konsumator i zgjuar, mendoj që është e drejta jonë që të bëjmë zgjedhjet e duhura nga në çfarë vendosim ne të konsumojmë, çfarë jemi ne të aftë të zgjedhim, çfarë ne duhet të arrijmë të zgjedhim dhe të veçojmë nga gjërat e ndryshme që po na përballen dhe na jepen si një diçka e mirëqen. Ne si argumente pro kemi arritur që të japim disa informacione të ndryshme, ku sipas World Bank të vitit 2020, 58% e konsumatorëve që arritën të blenin nga korporata të ndryshme, ku ishte një ndër teknologjitë më të avancuar që në vitin 2018 Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte pula e modifikuar gjenetikisht, ku doli në treg, por në fakt nga korporatat u vlerësua si e mirëqen, por në fakt ato sollën ndryshime shumë të mëdha, ku nga ky 58% që arriti të ndalonte, shumë familjarë të tyre arritën që të sëmoreshin, të merrnin infeksione, fakti sepse korporata të ndryshme nuk arritën që ta bënin këtë gjë, ta ndalonin këtë zgjedhje. Dhe si konsumator, veç Shteteve të Bashkuara të Amerikës arritën të bënin këtë zgjedhje, menjëherë ndërprejnë konsumin e këtij produkti, që ishte pula e modifikuar gjenetikisht. Gjithashtu mund të japim argumentin tjetër që edhe në Shqipëri skandali i pulës nga kompani të ndryshme që pavarësisht nga Agjencia e Kombëtare e Ushqimit nuk arriti të bënte një ndryshim. Televizionet të ndryshme arritën që ta tregonin për reklamat e tyre her pas here, japin televizionin siç është televizioni i Top Channelit, Klani, që arritën ta reklamonin edhe pas skandalit të tyre, reklamonin si të mëlqen. Por ne si konsumator të mirë dhe të përgjegjshëm që na është dhënë liria jon, ne arritëm që këtë gjë ta ulim dhe më njëherë bojkotuam dhe kjo kompani nuk arriti më që të zgjidhte në treg, të nxite më pula të tilla në treg. Gjithashtu si një argument tjetër është që ne sot jemi të vetëdijshëm se çfarë na jepet dhe çfarë jo. Mund të japim edhe nga statistika që është nga UNESCO, ku tregon që sot në ditët e sotme, duke qenë se ne shumica e popullsisë botërore tregon që sot ne jemi në një liri demokratike dhe duke qenë se jemi në një liri demokratike, ne kemi mundësi eksportesh, importesh të ndryshme, çfarë na bën ne që ne të kemi një shumëllëshmëri produktesh siç e ceka edhe më parë. Dhe duke qenë se këto gjëra na janë
të vetë si konsumator të bëjmë zgjedhjet tona. Ne na është dhënë në dorë se çfarë të heqim dhe çfarë jo, duke mos u lënë vendin korporatave, ligjeve të cilat mund të jenë të korruptuara ose nga faktorë të ndryshëm që ne vetë na japin atë çfarë duhet. Ne nuk duhet, ne jemi konsumator që e bëjmë atë dhe arrim që nëpërmjet etiketave ose produkteve të ndryshme, analizave të ndryshme, duke u marrë parasysh edhe nga vendet të cilat informacione të ndryshme i paraqesin, ne jemi të aftë që të bëjmë mundësi zgjedhjesh duke më themi të alteruar të gjitha gabimet që ose të gjitha ato çfarë na paraqiten ne si të mërqëna. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Unë do thoya një argument pro për temën. Ne të gjithë jemi konsumator, por përgjegjës nuk mund të cilësojmë çdo person, pasi shumë mirë e dim që janë shumë të pakët personat që mund të shikojnë etiketat, siç është e rëndësishme datat e skadencës. Ne të gjithë jemi konsumator, të gjithë konsumojmë pasi ajo është një nevojë biologjike për jetën, por a jemi të vetëdijshëm mbi atë çfarë konsumojmë? Kjo është pak po e sigurt. Nisur dhe nga argumentet që dhanë shokët e skuadrës të palës pro, mendoj që Faleminderit, koha ka mbaruar. Mund të vazhdojmë? Dëgjohem? Okej. Përshëndetje, unë jam Daniela Hasa nga Universiteti Aleksandër Xhuvani i Departamentit të Psikologjisë. Atëherë, faleminderit. Unë dëgjova të gjitha, le të themi, teoritë dhe argumentat që ju thatë. Ju vlerësoj, por pyetja ime është, sa zbatohet kjo në realitet? Pra, ju përmendët vetë manipulimin që bëjnë kompanitë. Ju përmendët që përmendët pulën e modifikuara. Pra, kjo nuk varet vetëm nga përgjegjësia e konsumatorit, por varet edhe nga kompanitë, manipulimet që ato bëjnë. Dhe përveç kësaj kemi dhe kohën e konsumatorit. Ne e dim që konsumatori mesatar apo dhe çdo kush tjetër është përveç konsumimit që ai duhet të bëjë, merret edhe me aktivitetet e tjera të jetës së përditshme në fusha të ndryshme. Sa i del kohë ti që të zgjedhë një ushqim të caktuar apo të bëjë diçka të caktuar? Pra, koha është një thelb, një bazë shumë e rëndësishme. Personat të cilët kanë kohë mund ta bëjnë dhe mund akoma të marrin ndije për këtë gjë dhe të jenë të ndërgjegjësojnë dhe të tjerë. Por personat që nuk kanë kohë as pak, çfarë do të mund të bëjnë? Përshëndetje. Pyetja që do t'i drejtoj Universitetit të Tiranës është kështu. A duhet të jetë cilësia e jetesës së rëndësishme për jetën e shëndetit të konsumatorëve? A duhet që korporatat të vendosin për sigurinë ushqimore? Atëherë, vajza, më falë për emrin, përmendet për kohën. Nuk mendoj se asgjë nuk është më e rëndësishme përveç shëndetit. Që do të thotë koha e lirë, kur ti shkon bën blerjet apo dikush tjetër, duhet të jetë e bazuar vetëm për shëndetin dhe gjithmonë duhet mbështetur tek pjesa e shëndetit, sepse si konsumator normalisht që në këtë gjë duhet mbështetur. Përshëndetje, unë jam Dituria Gjorgji, jam përfaqësuese e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Departamenti i Gjeografisë. Atëherë ju thatë se sa zbatohet kjo në realitet, për shembull, përgjegjësia e konsumatorit. Patjetër që ka një rëndësi shumë të madhe, sepse konsumatori është ai që zgjedh dhe ai që di se çfarë zgjedh. Sot jetojmë në një botë ku ti mund të marrësh informacion të plot, mund të zgjedhësh cilësinë që ti do, dhe me anë të informacionit nga agjencitë të ndryshme, nga AKU-ja ose agjencitë të herpashershme, ne kemi parë se si konsumatori është. Faleminderit. Koha ka mbaruar. Është pala kundër tani që do të marrë fjalimin.
Atëherë, unë jam Soela, jam nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike në Elbasan, dhe argumenti im është mbi 70% e ndotjes nga produktet vijnë nga kompanitë prodhuese. Pra, ndotja nuk vjen vetëm nga njerëzit, nuk vjen vetëm nga përgjegjësorët, vjen më shumë nga kompanitë prodhuese. Ne nuk kemi shumë liri zgjedhje në këtë pjesë, sepse sado që ne të mundohemi të mbajmë pastër mjedisin, të zgjidhim produkte që ne konsumojmë, pra pjesa më e madhe i mbetet kompanive prodhuese. Ne manipulohemi shumë nga këto kompani. Janë kompani që mashtrojnë duke bërë greenwashing, që do të thotë që produktet që ato mund na japin ne në listë nuk janë produkte vërteta që mund fusin. Sepse nuk është se ekzistojnë në çdo rast, ekzistojnë institucione që i shikojnë çdo gjë të mundshme. Përshëndetje edhe një herë, se nuk u prezantuam, unë jam Albertano dhe përfaqësoj grupin e Universitetit Elbasanit. Tani, ju falemnderit për mirëpritjen e ngrohtë. Tani, ju e përmendët që përgjegjësia e konsumatorit, por unë do t'ju përkufizoj një përkufizim tjetër. Përgjegjësia e konsumatorit nuk kupton edhe pavedijen, sepse konsumatori nuk është në gjendje të zgjedhë se si dhe çfarë produkti të zgjedh. Pra, ne na bëjnë edhe në supermarkete ku ne të shkojmë, ne nuk e dim se çfarë produkti mund të zgjedhim, është ekologjik apo me kimikate të rrezikshme. Kjo ndikon keq në shëndetin e gjithë konsumatorëve. Pra kjo është ana kundër. Tani, sigurisht, por unë do të thosha që a duhet të jetë cilësia e jetës e rëndësishme për jetën e shëndetin e konsumatorit, sepse ju e përmendët që korporatat vendosin për sigurinë ushqimore. Pra, e ja të vendosim që këto korporatat e mëdha, për shembull korporatat e naftës, hajde të na japin ne produkte misore me mjedisin. Si mundet që korporata të japin produkte mjesore për mjedisin, ndërkohë që disa nga të ardhurat e saj kryesore, për shembull mund të jap BP-n ose Eximor, që janë dy nga kompanitë më të mëdha që përdorin shumë naftë sot, dhe si mund t'ju besosh këtyre lloj korporatave që djegin shumë lëndë dhe ndosin mjedisin. Kjo pra është përgjegjësia e konsumatorit. Si mund t'ju besosh, po ju e vini në dyshim shëndetin, po ju besove këtyre korporatave që bëjmë fushata të gjelbërta, por nuk në të vërtet nuk është reale, është vetëm falsifikim. Faleminderit. Në fakt në të vërtet juve përshkruat edhe bërët një analistë të thellë mbi çështjen tuaj, por në fakt ju bërët një çështje shumë të mësore që përbotet lirinë. Por liria në fakt të zgjedhjes ka një kosto. E cila është kjo kosto? Financat. Shumë individ sot nuk mund të kenë financat të përshtatshme për të marrë një cilësi thelbësore për konsumatorit. E çfarë ndodh këtu? Një kufizim në vendimmarrjen e tij për të patur një konsumim sipas financave të caktuar që ne kemi. Por kemi dhe përgjegjësiria edhe institucioneve, të cilat këto përgjegjësi, të cilat në të vërtet bëjnë të mundur që konsumimi dhe konsumatori në vetvete të kenë një hedek të pa ekuilibruar në të. Pse? Sepse financat janë vërtet një themel i rëndësishëm në vendimmarrje, në liri, por ju përmendëm në fakt edhe hallkën e fundit. Po pse do të përmendim në hallkën e fundit ku ne mund ta kapim që nga zanafilla? Pse? Ju thatë që shumë kompani bërën manipulim me punat dhe në fund na zgjidhjen. Pse mos e kapet që në fillim zanafilla e çështjes për të bërë këtë gjë? Pse institucionet sot bëjnë korrupsion në këtë konsumim dhe del në pa si viktim konsumatori? Prandaj duhet të kemi disa momente të rëndësishme dhe të ndaloj pak dhe të qëndrojmë për të kuptuar se kjo liri, kjo zgjedhje, kjo përgjegjësi, a ka një kosto, a ka një kufi? Pikërisht për këtë gjë, pikërisht pa përgjegjësia e konsumatorit sot sjell një hedek të pa ekuilibruar në shoqëri. Faleminderit. Atëherë, do vazhdoj atë që tha Stesi për kushtueshme finance. Produktet që ne i quajmë të përgjegjshme janë shumë të kushtueshme. Ti do shkosh në supermarket, do marrësh diçka që ti e quan të mirë, është me firmë të njohur, është me firmë të certifikuar dhe është 3 fish i më e lartë se sa në të një firme tjetër, që është më pak e njohur. Këtë gjë ne mund ta themi që
Okej, se shiko, sepse ne duhet të sakrifikojmë për të marrë më të përgjegjshme, por pse nuk duhet të jenë gjitha kaq të përgjegjshme? Pse duhet që ne të sakrifikojmë nga financa jonë, sepse nuk është vetëm për një produkt. Janë për shumë produkte, ti do marrësh një ëmbëlsirë ta hash për veten tënde dhe prapë atë do ta gjesh të përgjegjshme, sepse janë shumë të dëmshme. Sa sëmundje sot po dali vetëm nga fakti sepse ka shumë produkte të cilat janë të dëmshme. Vajza përmendën shpara dhe faktin e pulës që kishte dalur me salmonel, foletet e pulës. Kjo është një papërgjegjshmëri shumë e madhe. Pastaj kemi edhe në supermarkete, sa herë publikohen që janë të kalbora, janë jashtë skadencës, kanë dalë dhe prapë supermarketet i mbajnë këto produkte brenda rafteve të tyre. Nuk i heqin në kohën kur ashtu po japin përsëri konsumatorit. Pra, një përmbledhje e shkurtër, ajo që po themi ne është që përveç përgjegjshmërisë së konsumatorit duhet të ketë përgjegjshmëri edhe nga ana institucionale. Nga siç thatë dhe vajzat nga AKU-ja ose nga punojësit e bashkisë, nga administrata më lart, sepse kjo do të japë një mbështetje konsumatorit. Kjo do të bëhet një mësim, një edukim për konsumatorin dhe konsumatori do të veprojë më pas dhe duhet të ketë një mbrojtje ose një përkrahje, sepse nëse çmimet janë të larta, atëherë si mundet konsumatori në përmjetëm këtu çmimet, por ka edhe probleme të tjera. Vetë bashkia nuk kujdeset për mbeturinat, për mjedisin rreth saj. Kjo vlen një mësim, kjo vlen një model sjellje edhe për të rinjt, edhe më të vegjël se ne. Kaq kishim. Faleminderit. Atëherë faleminderit për sqarimin dhe për kundër argumentin. Unë doja të shtoja, ju thatë shumë gjëra që rëndësia e konsumatorit nuk është aq e madhe sa politikat, administratat, kompanitë të mëdha që është e vërtetë që kanë peshën më të madhe të ndotjes, të problemeve me ushqimin e të tjera, por harron faktin që ne jemi ato që i zgjedhim. Dhe në qoftë se kjo ka kosto më të lartë, është ajo që ne zgjedhim, se në qoftë se ne nuk është se zgjedhim një kompani për shkak të cilësisë të saj dhe për shkak të çmimit, ajo do t'i duhet që përfitime dhe për favoritet e saj personale, por edhe për rritje, do mundohet që këtë gjë ta bëj ekologjike, atë promovim të produktit ta kthej në shërbim të konsumatorit dhe jemi ne ato konsumatorë të përgjegjshëm që ne i zgjedhim komporata që duhet të tregtojnë. Jemi ne ato që e zgjedhim vetë çmimin. Është e vërtetë që çmimi mund të jetë pak më i shtrenjtë, por ne e dimë se çfarë ham dhe ti del këtu te kundërargumenti që the që ne konsumatorët shpeshherë mund të marrim produkte të kalbura me probleme të tjera. Por kjo është ajo çfarë ti nuk e ditur të zgjedhësh, sepse ne jemi ato konsumatorë përgjegjësh dhe me fjalën tonë dhe me veprat tona ne mund ta kthejmë këtë gjë në favoritin ton. Dhe këtu kemi reduktimin e plastikës në Shqipëri nga viti 2022, nga viti 2025 deri në 2024 Shqipëria ka arritur që të reduktojë 8% të plastikës nga 3 miliardë plastik që prodhonte në vit. Për më saktë po e them nga 3 qese plastik për person, ka arritur që të ulë ndjeshëm numrin e plastikës dhe kjo vjen nga konsumatorët e përgjegjshëm dhe nga ato që përqafojnë politikat favorizuese si konsumator. Gjithashtu ju si kundërargument na dha që ne nuk kemi mundësi zgjedhje, ne nuk kemi, duke qenë se korporatat thatë që ju servira ato dhe ju jeni të detyruar që ta merrni, në fakt unë mendoj të kundërtën, fakti se konsumatori është ai që është përgjegjës për veten e tij, duke qenë se ne çdo dëm bie mbi konsumatorin, mendoj që edhe konsumatori në kundërpërgjigje duhet të jetë i aftë që ta bëj këtë zgjedhje, ta alterojë atë çfarë është e gabuar dhe atë çfarë është e drejtë. Në fakt, mundësia e zgjedhjeve ju është dhënë. Siç thamë edhe faktin nga World Bank që tregon në përgjithësi nga studime të marrë nga anë mban botës, tregon që shumë vende, duke marrë parasysh që kemi rastin konkret siç është Shqipëria, ku u sol një politikë ndryshe, tha që për reduktimin e plastikës, një ndër arsye që ajo dha është që rritja e çmimit të plastikës, të qeseve plastike në supermarkete, që tha përdorimi trasave ose trasave ambientaliste, trasave ekologjikisht riciklueshme dha shumë politika të ndryshme, çka konsumatori vetë si konsumator nuk arriti ta bënte këtë gjë. Ai përsëri edhe kur ju dha zgjedhja, edhe kur ju dha e drejta që ti bojkotonte të gjitha Faleminderit. Doja të bija në këtë
pjesën që ne nuk kemi tamam ato që zgjedhin. Në rastin e kompanive që thanë vajzat që nëse ne nuk do I blejmë apo do I detyrojmë ato që tulin çmimet, atëherë do marrim të njëjtin produkt, por me çmime të ulët. Kjo nuk do ishte e drejtë, sepse për këto kompani pastaj kosto e prodhimit do ishte më e lartë dhe do bjerëshin një çmime të ulur. Çfarë do bënin në këtë rast? Nuk do bënin produktin aq ekologjik sa do ishte në fillim. Që do të thotë që nuk do merrte njëjtën cilësi me atë lloj çmimi. Kjo është e vërteta sepse edhe këto kompani që mbahen si më të mira dhe bajnë produkte cilësore, faktikisht kanë një kosto çmimi më të lartë. Atëherë edhe tjetra është që janë disa produkte primare që ne nuk kemi mundësi të zgjedhim. Ju shkoni në supermarket, do bleni një bidon ujë. Bidoni i ujit është përbërë me plastik. Nëse doni të merrni një bidon ujë që është me qelç, ai do jetë 500 lekë më I shtrejt. Kjo është e vërteta. Dhe pastaj kemi pjesën e bukës, mielin që ju do e merrni, që do bleni bukën në përfura bukën e përqendruar. Ju nuk e dini se çfarë përmbën ai miell. Në fakt e kam dëgjuar me shumë vëmendje atë që u thatë dhe mendoj se ju po shkoni drejt një kufiri të një rreth viciozi shumë të madh. Në sensin që në momentin ku ju thoni që gjitha bare konsumatorit që ndron mbi konsumatori, kjo nuk është fare vërtet. Sepse po ekzistojnë një pol dhe në një sistem ton mbështetës që shkoj për tej vetes. Pse? Sepse gjithë bara konsumatorit, përgjegjësiria dhe zgjedhjet që ju po elaboroni kaq shumë, dikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek mjedisi, dikon në mënyrë të drejtë për drejtë në të gjithë këtë zinxhir dhe hallka që ju thatë. Dhe kur ju përmendët që konsumatori mund të jetë hallka e fundit, absolutisht jo. Konsumatori është anafilla. Përgjegjësitë e tij të gabuara, në lirit që ju po abuzoni, që mund të jetë në kufit e një abuzimi, një manipulimi, bën të mundur që pikërisht këtë gjë, që konsumatori dhe përgjegjësitë e tij të gabuara sjellin sot pikërisht këtë dobësim të gjithë sistemit tonë mbështetës jetësor. Faleminderit. Atëherë, si fjalimi I dytë I palës kundër, pala pro në fakt nuk ka dhënë zgjidhje konkrete, kështu që megjithatë ajo argumenti plastikës është një diçka që duhet vënë ndukje. Atëherë ju thatë që sipas jush që edhe se qeveria pas ka reduktuar plastikën, por I shihni lumenjt, jeni dhe për gjeografi. I shikoni lumenjt e Shqipërisë? I shikoni lumenjt e Shqipërisë? Edhe detet, kur vinë turistët, I shikoni se çush janë? Pra, si mund të besoni që kjo plastik ose këto mbetet e tjera janë të ricikluara. Ne mund të marrim rastin e Kroacisë për shembull, që ajo megjithëse është vend disa herë më I zhvilluar se ne, apo jo, ju e dini, duhet ta dini më mirë se unë. Por puna është që kur reduktoi mbetjet plastike, I mbështeti qytetarët e vet me një fond të vogël dhe ata mundën të riciklonin çdo lloj mbetje. Kështu që tani pyetjet e mia përsëri do të jenë, a duhet që cilësia e jetës të jetë e rëndësishme për jetën e shëndetin e konsumatorëve dhe a duhen korporatat të vendosin për sigurinë ushqimore? Atëherë të gjithë e dim që jemi përgjegjës konsumator. Por nuk e dini që në momenti kur ne ndezim një makinë, ne do t'i marrim. Edhe kush është përgjegjës për këtë? Konsumatori. A është e vërtet? Po. Ndërto politika mjedisore. Merr makina elektrike, merr makina që nuk janë në parim të ndotjes së mjedisit. Pra kanë më pak emisione në ndotjes së oksidit të azotit, oksidit të sufrit. Gjitha këto janë probleme mjedisore. Edhe globale, që po shkaktojnë shira aciti, po kush I shkakton këto? I shkaktojnë njerëzit. Po, sepse janë përgjegjës vetëm për përdorimin e këtyre fosileve, karburante. Po, ndërto, gjithë bota tash është konsciente që edhe unë në një punim të diplomës sime kam përdorur që thënë që të gjitha energjitë, pra energjitë e rinovueshme, dielli, uji, era, përdor këto. Mos përdor naftën, mos përdor gazin, mos përdor hidrokarburet, ato janë ndotse. Pra, njerëzit janë vejdishëm për këtë punë. Kështu që në rast se do të hartoshin politika mjedisore, do të ishte gjendja shumë ndryshe. Kjo është për mendimin tim përgjegjësia e konsumatorit. Sa për të thënë për çmimin. Në rast se ti e fillon ndryshimin nga vetja, nuk ka shans në botë që ta ndryshojnë. Sepse njerëzit duke ngritur zërin, njerë nuk do dëgjohen, do dëgjohen në dytë. Ka shumë shembuj në botë që
janë njerëzit përgjegjës konsumator për këto. Sa që më the për korporatat që ishin korrupsioni ishte korporata. Por nëse do të ketë ligje që do të ndalojnë këto, do të ketë shumë sanksione të rënda. Gjithashtu, unë mendoj që duhet të ndalem pak a shumë tek disa kundër argumente që dha pala juaj, kolegët e tuaj më fal, ku ishte pjesa që tha që cilësia e produkteve ekologjike do të bie në qoftë se ne arrim t'i bojkotojmë. Ku bazoheni? Ku bazoheni juve që cilësia e këtyre produkteve do të jetë më pak ekologjike? Gjithashtu do isha që nuk jam dakord me faktin tuaj që nuk në fakt konsumatorët nuk jemi ne ata që përgjegjësia bie mbi ne, ku në fakt gjithçka është shkak pasojë. Ku në qoftë se ti bën diçka, pasoja do të bie automatikisht tek ti, duke qenë se ti je konsumator. Zgjedhjen e bë ti, pasoja do të bie mbi ty. Gjithashtu unë doja të ndalem edhe tek pjesa kur the që ne si studentë të gjeografisë ne duhet të dim që lumenjt janë tepër të ndotur, por nuk është konsumatori përgjegjës. Fakti që ti e ke bler, ke arritur të krijosh një pasojë e cila sjell të dëme shumë të mëdha, ku vetë korporata nuk është në gjendje, njeriu është vetja atill që është i paparashikueshëm. Në fakt korporata si mund të arrijë që ai të parashikojë të gjitha gjërat, ku çdo njeri do i hedh mbetjet e tij? Ku është ja vetë korporata që t'i bëj këto ndalesa? Gjithashtu unë mendoj që edhe tek çmimi, ku ju tha që çmimi është shumë i lartë dhe nuk na ofron mundësi zgjedhje. Cilësia e jetesës, standardi i jetesës na bën të pamundur që ne të kemi mundësi zgjedhje. Japim raste të ndryshme. Sot kemi vendet ku mbahen sipas World Bank që janë më të larta, që ka një standard shumë të mirë jetese, ku është Kina sot për sot, ku ka një rritje shumë të madhe të shëndetësisë, ku shëndetësia është aq e avancuar sa ne nuk mund të arrijmë me vite dritë që të bëjmë. Ai në fakt kur solli një produkt të gabuar në treg, vetë konsumatorët arritën që ta bojkotonin. E bojkotuan atë dhe çmimi automatikisht ra. Kemi inflacion, i cili arriti të ishte në qendër të madhe. Por ti si konsumator vetë, duke qenë se përgjegjësia bie mbi ty, ti je aftë që ta bojkotosh këtë produkt. Ne kemi sot në treg shumë çmime të larta, jemi tepër të përgjegjshëm. Ne duhet të jemi të aftë që t'i bëjmë këto ndryshime. Ne duhet të jemi të aftë vetë si konsumator, duke qenë se përgjegjësia do bie mbi ne, i bojkotojmë. Automatikisht ato nuk do të shiten, automatikisht çmimi i tyre do të bie. Atëherë unë doja në fakt, fjalët e bukura në fakt gjithmonë ekzistojnë në kohën e sotme, por sa është reale kjo që ti? Sepse në të vërtetë është shumë e bukur që ne jemi të aftë si konsumator të zgjedhim, jemi të aftë të ndryshojmë, jemi të aftë të bëjmë shumë procese të ndryshme, por sa është reale kjo gjë? Sa është reale që ti të kesh aftësitë e tua për të bërë këtë gjë? Jo, ke shumë gabim, sepse njeriu është i lidhur me mjedisin, njeriu është i lidhur me institucionet, njeriu nuk është vetë kult individi, por ai është i rrethuar me shumë sisteme të ndryshme, që po, ka raste që mund të kufizohet, po, ka raste që ky konsumim mund të jetë jo i saktë, por njeriu nuk është vetëm që mund të zgjedhë. Se pikërisht këto bindje personale, këto vetdije tona, kjo konscienca jonë shumë e lartë, sjell sot rregullime dhe ekuilibër në konsumimin personal. Gjithashtu dhe në gjithë përfshirës. Prandaj ne sot duhet të kemi një bashkëpunim universal, duhet të kemi një ndërgjegje të pastërt për të kuptuar mbi të gjitha këtë gjë, që konsumimi dhe përgjegjësia ka një hendek të jashtëzakonshëm në dasaj. Dhe kush e ka këtë përgjegjësi? Jemi ne. Por konsumimi i dëmshëm, abuzimet dhe manipulimet që bëhen në gjithë të proces, sjellin pikërisht këtë topësim në shoqëri sot. Dhe nuk jam dakord me atë që u thatë që zgjedhjet janë tona. Jo, zgjedhjet tona ka peshë mbi krah tona, që kjo shoqëri sot të shkojë drejt progresit edhe jo gjithashtu në një progres, sepse shoqëria jonë ka nevojë për një konsumim të drejtë dhe të pastërt, jo mbi vendimet njerëzore, mbi lakmit tona, por për të patur një empati dhe një gjithëfshirje të gjithë komunitetit tonë dhe shoqërisë tonë. Faleminderit. Atëherë, unë dua të ndalesha pak tek djali i cili përmendi për pjesën e makinave dhe për tymin që shkaktohet. Është e vërtet, por a nuk mendon që jeta po rrjedh shumë shpejt dhe makina është një mjet shumë i përdorshëm në kohët e sotme. Pra është një mjet i nevojshëm. Dhe përveç makinave duhen edhe shumë gjëra të tjera të cilat mund të shkaktojnë probleme, por janë mjete që janë të nevojshme dhe ne nuk mund të kthehemi mbrapa në kohë dhe të ndalojmë tani makinat. Mos ecim me makina, ecim me bicikleta.
Dhe përveç kësaj, unë mendoj që është e gjitha biznes, pra janë këto korporata të cilat shesin këto produkte, por le të marrin pak se sa njerëz jemi, se sa shumë popullat jemi, se sa konsum duhet, se sa prodhime duhen. Popullatat nuk kanë mundësi që kompanitë nuk kanë mundësi që të nxjerrin kaq shumë konsum, nuk kanë mundësi që të nxjerrin kaq shumë prodhime. Atëherë si do të bëjnë ato? Si do të vazhdojë ecuria? Dhe ecuria do të vazhdojë në këtë mënyrë që disa produkte nuk janë të mira, nuk janë të shëndetshme. Pra kjo është përveç përgjegjësisë, siç tha dhe kolegu im, nuk e kemi vetëm ne në dorë. Pra është një interes i madh i përgjithshëm, të cilat e vendosin dhe personat që janë në një nivel më lart se sa ne. Faleminderit. Atëherë, duke vazhduar aty që tha kolegja ime për pjesën e makinave, normale që sot janë dhe makinat elektrike në qarkullim, gjithashtu janë urbane, të cilat shteti gjithmonë i bën që të njerëzit të zgjedhin më shumë ato. Pastaj kemi edhe vendet më të zhvilluar, si për shembull Hollanda, po e heq fare qarkullimin e makinave. Shumë njerëz ju do i shikoni që shkojnë në punë në këmbë ose me biçikletë. Pra po dalin dhe zhvillimet e tjera, por ne si vend jemi akoma i parambetur në këtë pjesë. Pastaj aty që tha vajza për pjesën e lumejve që janë të ndotur, është vërtet që i kanë plastik dhe janë të ndotur, por kjo është për faktin sepse shumë mbeturina, shumë kosha gjenden afër lumejve dhe normal që ti kur hedh mbeturina aty ato të bien afër. Kjo është një pakujtësi e shtetit. Plus shtetet e tjera pastaj kanë edhe ndarje me riciklim, që këtu është letra, këtu është plastika, këtu është qelçi, këtu janë gjitha bashkë. Kurse në Shqipëri ju keni një kosht të madh, nuk e di për Tiranën saktësisht, por për Elbasanin dhe shumë vende të tjera kështu është në Shqipëri, sepse Tirana është kryeqytet, normal do bëhet që dukemi më mirë. Por që qytetet e tjera ku është ndotja më e madhe dhe duhet bëhet si për shembull Elbasani që ka shumë ndotje dhe duhet bërë një rregullim më i madh, ke shumë fshatra dhe shumë vende që nuk gjen fare kosha. Ka një ndotje shumë të madhe. Shumë faleminderit, shumë përgëzime, unë jam shumë i lumtur që shoh edhe qytetet tjera, edhe duhet ju përgëzoj për këtë pjesë që angazhoheni në debat edhe duhet ta kërkoni gjithmonë më shumë debatin si një mënyrë jo vetëm për të formuar një grup të fortë, po edhe për të formuar veten tuaj, se duke debatuar me njëri tjetrin, unë duke ju dëgjuar sot mësova shumë gjëra të reja, kështu që kjo është diçka shumë e rëndësishme. Kritika e parë që un kam, që është pothuajse e njëjtë edhe për dyshën e mëparshme, është puna në grup. Dua të shikoj më tepër unison në grupet që ju bëni, sepse formati origjinal i debatit është që ka një person që jep argumentin pro, ka një person tjetër që bën kundërpërgjigjen dhe pyetjet, me që ju e keni ndarë punën në grupin tuaj, pra kur bëhet fjalimi hapës, po themi, mund ta ndani në 4 veta, kjo sjell natyralisht një nevojë për punë në grup. Kështu që duhet ta shpërndani pak punën më mirë me njëri tjetrin, mos t'i lini peshë, pra të mos ndihet kjo pesha që i është lënë një antarit grupit më tepër se të tjerëve. Duhet ta keni parasysh për debatet e ardhshme. Një gjë tjetër është ajo që ceku pak edhe Blerta, që në momentin që ju nisni një argument, ju lutem çojini deri në fund, pra jepini asist kolegut tuaj që ai ta përforcojë ta përforcojë argumentin, mos ketë nevojë të rifusi informacion për të njëjtin argument, sepse po dëmtoni realisht punën tuaj, nuk është se përveç se po konfuzoni, pra bëhet edhe konfuze situata kur një argument nuk shkon nga fillimi në fund. Jam shumë i lumtur që pati kundërshtim të argumenteve të palës kundër, pra kjo është një gjë shumë konsistente që unë po e shoh. Në momentin që ju merrni fjalën, mundoheni që të kundërshtoni palën tjetër dhe pastaj të vazhdoni me argumentin tuaj. Në rastin tuaj konkret, gjëja e fundit që kam është lidhja me temën. Duhet të krijonit më tepër lidhje, sepse tema juaj është temë shumë e gjerë. Kjo temë që u diskutua tani, përgjegjësia ndaj konsumatorit, është temë shumë e gjerë. Kështu që u përmend ndotja, u përmend produktet që ne konsumojmë ushqim, u përmend kualiteti i jetesës, por duhet ta facilitoni ju pak lidhjen me temën. Pra dhe kjo ka të bëjë prapë me qartësinë tuaj brenda ekipit. Kjo është ajo që doja thoja unë. Shumë suksese, shumë faleminderit. Ju thash edhe një herë, unë jam shumë i lumtur që